më të mira që na është bërë nga të parët tonë është ajo e cila thonin la taj'alullaha ahwana an-nadhirina ilaykum. Mos e bëni Allahun vëzhguesin më të parëndësishëm për juve, për shkak se Allahu i Madhërisëm është vëzhguesi më i rëndësishëm për besimtarin. Kur është filani e tjetri, nganjëherë besimtari largohet nga të këqijat, mirë po kur është prezenca e Allahut Madhërisëm dhe nuk ka ndonjë prezencë tjetër, kjo duhet ta bëj besimtarin që të jetë më i kujdesshëm, për shkak se Allahu është vëzhguesi më i rëndësishëm. Dhe mos e bëni asnjëherë Allahun vëzhguesin tuaj më të parëndësishëm, e që kjo kur besimtari e ngrit nivelin e bindjes së tij se Allahu e vëzhgon, kjo e bën atë të sinqert dhe kjo e bën rezultatin e agjërimit që kërkohet pra la'allakum tattaqun në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Kjo pra të nderuar besimtar është devotshmëria, që besimtari të jetë i bindur thellë se Allahu e vëzhgon në çdo moment dhe të jetë i turpruar që ta mëkatoj atë dhe të shkel dispozitat e tij, edhe pse ndonjë prej krijesave nuk është prezent, mirë po mjafton prezenca e Allahut Madhërisëm, për shkak se ai është vëzhguesi më i rëndësishëm për besimtarin. Allahun e Madhërisëm e lut që të na pastrojë zemrat tona me agjërimin që ne e bëjmë dhe t'u lehtësoj juve dhe gjithë neve çdo vepër të mirë që e bëjmë në këtë muaj të bekuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.